Nëse do të thosha që bimët kanë shpirt, ju do ta besonit? Mendoni përpara se të përgjigjeni, sepse informacionet që do të gjeni në këtë video do të tundin themelet e botës që gjas me njihni. Sekrete që nuk ja u thonë, dhe sonte do t'i diskutojmë së bashku. Ndiqeni me kujdes. Kush është këtu rastësisht si gjithmonë dhe nëse nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe falenderit që jemi për herë bashkë. Tani dëgjojeni. Jam i bindur që do ta dëgjoni dhe dëgjoni me mira herë këtë video, madje ju këshilloj që ta shkarkoni, sepse do t'ju duhet. Kisha vendosur që një video të tillë me këto informacione ta bëja pasi të kishim kaluar 50.000 shok dhe shoqe në këtë kanal, pra në YouTube. Dhe sot erdhi momenti që të flasim për një nga eksperimentet më kontroverse të njerëzimit dhe ajo që nuk thuhet dhe pse nuk thuhet. Dëgjojeni me kujdes. Ishte viti 1966, një shkencëtar, biolog ose mirë botanik amerikan, po bënte disa eksperimente. Ai bënte disa eksperimente me mendje njerëzore sepse ende nuk ishte kuptuar në atë kohë, pra në vitet 1960, se si punonte mendja. Në fakt, në atë kohë beshin shumë eksperimente. Dhe ai mendoi që të bënte një eksperiment me poligraf. Për ata që nuk e din, poligrafi është ai që quhet la macchina della verità ose makina e të vërtetës, që vendosin disa sensor këtu dhe ti fillon dhe flet dhe pastaj ata sensor i transmetojnë në një kompjuter senset e tua ose më mirë rrahjet e zemrës dhe impulset e tua dhe pra emocionet dhe i jep këto në një kompjuter. Dhe askush, të paktën deri sot, të paktën kështu mendohet që 90% të njerëzve që kanë provuar, pra poligrafin, nuk mund ta mashtrojnë dot. Janë vetëm pak, vetëm disa tipa, një 007 për shembull që ka provuar me mira herë, por dhe ata jo, që mund ta kaloj testin e poligrafit. Pra poligrafi mbahet ende sot si një nga makinerit, le themi që zbërthen ndjenjat njerëzore. Por ç'u ndodhi në vitin 1966? Një tip i quajtur Clive Baxter, që si që thash ishte shkencëtar, njëkohësisht punonte për shërbimet sekrete në atë kohë, punonte në CIA, dhe CIA e kishte vendosur që të mund të zbërthente trurin e njeriut, por ai krejt rastësisht një mbrëmje, teksa po kthehej në shtëpi, vurire një lule të tillë, pra një bim të tillë, tamam si kjo që shihni këtu. Është e njëjta, ndaj e mora këtu, ja vodha ti me shoqeje dhe doja që t'ja u tregoja, sepse ishte jo kaq e vogël, ishte shumë me madhe, dhe ai vurire diçka të çuditshme. Ai kur ndezi dritën, sepse kjo bim ishte mu përbëri të divanit ku ai rrinte. Kur ndezi dritën, ai vurire që sikur ndryshoi ajo pamja e bimës. Ai e fiku prap dhe ndezi prap. E fiku prap e ndezi prap që të kuptonte në qoftë se ishte vërtet ose jo, ose i bënin syt. Por ai ishte i bindur që diçka ndodhi. Dhe çfarë bëri? Ai mendoi që të bënte një test, që të kuptonte në qoftë se kishte diçka të veçantë, sepse kjo ishte puna e tij nga CIA. Ishte puna që ai të zbërthente ndjenjat në përgjithësi. Dhe gjën e parë që bëri, e bëri pikërisht me bimën e tij, me atë që kishte, me lulen që kishte në shtëpi. Dhe i vuri sensorët e poligrafit, i vendosi në cepa. Poligrafi, për ata që nuk e din, është shpikur nga viti 1840 nga një Angelo Mossu, një italian, dhe u përmirësua nga një tip William, që nuk e mbaj më mbiemrin, në vitin 1913. Dhe pas vitit 1913 ishte ende nën teste, pra bëheshin teste me poligrafin, por nuk ishte vendosur akoma që poligrafi ishte i sakt, sepse disa mendoni që nuk ishte i sakt. Bile mendoni që poligrafi kishte vrarë njerëz sepse tregonte ndonjëherë jo të vërtetën. Mirë po, në atë Baxter ndryshoi mendimin e CIA-s dhe të shërbimeve sekrete nga i moment që filloi të bënte testet. Por nuk ishte ky testi. Testi, me fjalë, rezultatet ishin madhështore. Rezultatet ishin drithëruese, do të shtoja. Dhe do t'ju them se çfarë ndodhi. Ai mori sensorët, siç ju thash, dhe i vendosi tek gjethet e bimëve. Dhe çfarë bëri? Gjën e parë që bëri, shkoi që t'i hidhte ujë pra bimës së tij,
atë që kishte, sepse fillimisht e bëri me atë, pastaj me 60 të tjera. Përpara se ti hidhte ujë, çuditërisht, sensori i poligrafit në kompjuter tregoi lëvizje. Pra filloi që të lëvizte poligrafi. Shumë e çuditshme. Ai mendoi se ndoshta ishte ndonjë diçka që nuk kishte të bënte me bimën. Pra e zbuloi krejt rastësisht. Megjithatë, ai çfarë bëri? Mori 60 bimë të tjera për të kuptuar se nëse ishte kështu ose jo. Dhe filloi që të testonte me këto. Pra, u hidhte ujë ose nuk u hidhte ujë. Por ajo që ndodhi më vonë ishte madhështore, sepse nga çdo gjë që lëvizte, pra nga për shembull mendimi, apo nëse ti këpusje një lule, apo e thyeje lulen, lulet e tjera kishin një ndjenjë, pra kishin frikë se mos i thyen të kush. Dhe në momenti që i afroi ai që thyente, kujtonte se, me fjalë, sensori i poligrafit lëvizte. Pra lulja kuptonte që ky ishte njeri i keq. Por prisi sepse nuk mbaron këtu. Me kalimin e kohës, ai vuri re që të gjitha bimët, testet që bëri, ishin të sakta, që të gjitha. Pra, që bimët kishin ndjenja dhe me anë të sensorëve të poligrafit, ai e shikonte kur lëviznin në kompjuter, që lëvizte poligrafi. Dhe në letër, okay? Dhe i mori të gjitha këto të dhëna dhe i vendosi në një arkiv. Por pikërisht në atë kohë, pra pas një vit e gjysmë, edhe në Rusi bën të njëjtin eksperiment. Dhe eksperimenti u bë publik në Pravda, në gazetën ruse, ose në të ish Bashkimin Sovjetik. Dhe thuesh që një rrënjët e Elbit, kur ata donin që t'i shkulnin rrënjët këtij Elbi, filloi që të ulërinte. Me një fjalë, tingujt e sensorit ishin sikur të ulërinte. Dhe e bëri të gjitha të fletën, me një fjalë, zhgaravina gjithandej. Dhe u cilësua si një nga shpiket më të mëdha të njerëzimit, në atë kohë, siç u thash, edhe në Rusi. Por kjo histori nuk mbaron këtu, sepse ajo që ndodhi më vonë është akoma më absurde. Atëre, Baxter bëri diçka tjetër. Mendoi që ta provonte me flak, pra të digjte bimët. Dhe në momentin që ai afroi që të digjte bimët, sa afrohesh me çakmaka ose me ndonjë gjë tjetër, sensori fillonte të lëvizte tek letra, e bënte letrën via, pra poligrafi. Por prisnin sepse akoma nuk ka mbaruar. Bëri një tjetër eksperiment. Mori 20 njerëz. Dhe çfarë bëri? Vendosi 2 bimë, 2 lule të tilla. Nuk e di nëse ishin si këto apo jo, sepse nuk thuhet, nuk dihet me fjalë, por vendosi 2 lule të tilla. Dhe çfarë bëri? Në njërin nga këto, njëri nga këta, pra i tha njërit, i tha nuk është se e kishte zgjedhur. I tha njërit, kush do që ta bëj? Dhe i tha, e bëj unë, tha njëri. Dhe çfarë bëri ky? Mori këtë, njërin nga këto, jo tjetrën, dhe dolinte vetëm kërcelin e kësaj, dhe i këputi të gjitha gjethet dhe çfarë kishte rreth e rreth, dhe i la vetëm kërcirin, vetëm këtë sipër. Pra kërcelin që kryesor. Dhe çfarë kishte anësh, ja hoqi, pra ja këputi. Çfarë ndodhi? I morën këto 2 bimët, sepse ishin të dy aty në atë moment që ky i hoqi vetëm njerëz nga këto, i hoqi këto gjethet dhe kërcinjtë e tjerë, ose kërcellat e tjerë. Dhe çfarë bën? I morën dhe i vendosën një në një dhomë dhe një në dhomën tjetër. Kjo e zhveshura në një dhomë dhe ajo e pa zhveshura në dhomën tjetër. Morën njerëzit, këta këtu, 20 siç ishin, dhe i quan që të vizitonin këto 2 bimë, në një dhomë dhe në një tjetër. Në dhomën e parë, ajo që ishte e zhveshur, sa herë që futeshin njerëzit, poligrafi lëvizte fort. Pra lëvizte që tregonte që kishte emocione, bima, por nuk mbaron këtu. Sepse nga momenti që u afrua ai që e zhveshi, poligrafi pothuajse u çmend.
Por nuk marron këtu, sepse është akoma më keq. Pra ajo që u zbulua më vonë, që ishte, le të themi, ajka e asaj çfarë u zbulua. I çoi të njëjtit njerëz tek dhoma tjetër ku ishte ajo lulja e saktë, pra që nuk ishte zhveshur ashtu si zhveshën të tjetrën. Dhe u futën një nga një, gjithmonë një nga një. U futi pari, nuk ndodhi gjë. Sensori vazhdonte normal, me fjalë ishte shumë i ngadalshëm, vetëm lëvizje emocionale të vogla. Edhe i dyti kështu, dhe i treti, dhe një grua e tjerë me radhë. Por në mes tyre, kur mbriti ai që zhveshi tjetrën, që e pa pema, pra bima që e pa, kur e zhveshi tjetrën, nga i moment filloi poligrafi dhe nuk bëri vetëm lëvizje të tilla, por i bëri në një mënyrë të tmerrshme, sikur të ishte një demon, të paktën kështu tregohet. Dhe ky ishte eksperimenti, me një fjalë kulmi i eksperimentit të këtij që bëri dhe eksperimente të tjera, por të Baxterit, që një botanik, një shkencëtar që punonte për Cien dhe që nuk e kanë thënë publikisht. Askush nuk flet për këtë, flitet shumë pak, në botën e shkencës nuk e kanë vendosur as gjikundi, vetëm thonë që ka bërë disa eksperimente pa e nënvizuar, që këto janë eksperimente që ndryshojnë mendimin e njeriut, që çdo gjë ka shpirt, çdo gjë ka ndjenja, çdo gjë është një trup i vetëm, sepse është një krijim i vetëm. Por nuk do t'ja u thot një kush, sepse nëse do t'ju thonë këtë, do të kuptojnë njerëzit që ekziston një krijues. Dhe nga i moment shkenca nuk mund të ekzistoj më. Pra ajo që ne quajmë gjoja shkencë, vetëm e ka analizuar dhe e ka vërtetuar, por gjendet prej kohësh në traditat e popujve ku ende sot, për shembull edhe në Shqipëri, në tore shqiptare që i porulen pembe, u flasin me pembët, me bimët, bile njoh disa gra që flasin me bimët brenda shtëpisë, me lulet, dhe ato rriten në mënyrë të hatashme. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, është fakti që në këto eksperimente, qoftë ato në Rusi, por qoftë dhe kjo që ju thash, nuk mund të thonë, nuk mundet që ta thonë publikisht për të vetmen arsye, sepse nëse njerëzit do kuptojnë thelbin e ekzistencës, nuk do të mund të qëndrojnë në këmbë ata që dominojnë, sepse njeriu zgjohet, askush nuk mund të nuk duhet që të zgjohet njeriu. Pra nuk do askush që njeriu të zgjohet. Ne mundohemi me këto informacione dal nga dal që të mund të zgjojë mendimin kolektiv, sepse një mendim i vetëm, pra një njeri i vetëm, nuk ka ku shkon. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për një nuk dua ta quaj eksperiment, por për një zbulim kaq madhështor. Shikoni, para pak vitesh, nuk ka shumë, por nga viti 2011-2012, mos gaboj, krijuan një lloj aparati që padyshim e keni parë, është një lloj aparati që e kapin, vendosni ato sensorët në për gjethe ose në për pemë, duhet ta keni parë këtë. Këto janë informacione të rëndësishme që ju duhet të dini. Vendosin këto sensorët në për gjethe ose në për pemë dhe dëgjojnë muzikë. E keni parë këtë? E keni dëgjuar ndonjëherë? Me një fjalë që ka ndalë aparate, mund ta gjeni, mund ta blini, është e thjeshtë. Me një fjalë, tani më duket kanë shkuar edhe $40 një gjë e tillë. Dhe këta sensor, çdo lloj lule ose çdo lloj gjetheje ose çdo lloj peme ka muzikën e vet. Pra kur e vendosin aty këta, kur i vendosin këto sensorët që përkthen vibrimet e këtyre luleve ose këtyre pembe në muzikë, ti dëgjon muzikë. E dëgjon, dikush i vë dhe me ato parlante që ta dëgjojnë dhe jashtë, jo vetëm me kufje. Dhe pse po e them këtë? Sepse gjithçka është vibrim. Dhe vibrimi varet nga rrethanat ku gjendet, varet nga kapaciteti që ka, por është jetë, është shpirt, është ndjenjë. Pra secili, çdo gjë ka ndjenjë. Ne sepse e themi, sepse ishte triumfi që erdhi që na dha fjalën. Pra nga momenti që na dha fjalën, Perëndia, Zoti, krijimi, kushdo qoftë, nga ai moment ne filluam që të flasim, por gjithë bota që na rrethon, ne kujtojmë se nuk flet, por komunikon ndryshe, komunikon me telepati, komunikon me vibrime. Qent, macet, insektet, çdo gjë
komunikon mes njëra tjetrës. Ne dim shumë mirë që bletët komunikojnë me anë të sensorëve, po ashtu edhe milingonat me anë të disa produkteve biokimike, njëkohësisht edhe me antena. Pra, ne I kemi zbuluar sot këto në mënyrë shkencore, por të vjetrit na e ka thënë që prej kohërave të lashta, që çdo gjë që na rrethon jeton dhe ka shpirt. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ju dua fort dhe faleminderit për komentet dhe për mesazhet që dërgoni për ditë. Natën.